Rëndësia e takimit midis presidentit Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping lidhet me faktin që prej shumë kohësh të dy vendet kanë hyrë në atë që quhet një luftë tregtare, veçanërisht është rikthyer tashmë pas mandatit të dytë të presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, dhe ky takim u prit me shumë interes nga gjithë opinioni ndërkombëtar për shkak të rolit dhe peshës që ka Kina në zinxhirin e furnizimit botror. Dhe ajo çfarë vlen dhe që është më e rëndësishme nga ky takim është fakti që të dy palët të ranë dakord që të kenë një marrëveshje lidhur me zbritjen e tarifave që kishte vendosur presidenti Trump ndaj produkteve kineze nga 57% në 47%, por nga ana tjetër edhe Kina ra dakord që t'i ofrojë një marrëveshje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për disa minerale të rralla, të cilat zotërohen nga Kina, po që nuk gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kanë rëndësi shumë strategjike lidhur me disa teknologji që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofshin ato të dronëve, të inteligjencës artificialeve, të makinave elektrike dhe paneleve solare dhe shumë elemente të tjerë të teknologjive të sotme të shekullit 21. Qartë. Ndërkaq që përpara takimit, presidenti Trump njoftoi në rrjetin e vet social që një farë, po e them shkurt, rinisje të garës së armatimit bërthor, duke u referuar edhe Rusisë edhe Kinës për këtë gjë si shtetet më të fuqishme me arsenalin bërthamor. A na fut kjo sërish në atë qertullin e garës bërthamore dhe cili është mesazhi në fakt i asaj që Trump do të nisë? Gara bërthamore ose zhvillimi i armëve strategjike, nëse do të flasim me këtë term, nuk është ndërprerja asnjëherë që pas luftës së dytë botërore. Ka pasur dy traktate, siç ka qenë traktati START 1 dhe START 2, për reduktimin e armëve strategjike të nënshkruar midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, si dy nga vendet që kanë zotrimin më të madh të armëve strategjike me mbushje bërthamore, dhe natyrisht është edhe traktati për ndalimin e provave bërthamore, 29 shtator vitit 1996, dhe kjo ndoshta mund të jetë një lloj shqetësimi i komunitetit ndërkombëtar, sepse zoti Trump nuk u referua zhvillimit të armëve bërthamore, por rikthimit të testeve bërthamore, qofshin këto në det apo në tokë. Do të shikohet më tej se çfarë do ketë parasysh zoti Trump me këtë rifillim të testeve bërthamore, sepse kjo mund të hapte pastaj zinxhirin e provave të tillave bërthamore, edhe nga shumë vende që janë anëtarë të klubit bërthamor. Qofshin 5 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, apo edhe Pakistani, India dhe vendet e tjera që nuk e kanë të deklaruar Korea e Veriut, të cilët nuk e kanë deklaruar praninë ose zotrimin e armëve bërthamore. Po, a mund të shihet kjo se dhe një formë presioni, po themi, së pari ndaj presidentit Kinës, me që ishte më njëherë përpara takimit, dhe ndoshta patjetër edhe ndaj Rusisë, me të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjenden në një periudhë të paqartë pas anullimit të takimit Budapestit. Që do flasim pak më poshtë. Mund të shihet si një formë presioni? Nuk besoj që bëhet fjalë për një formë presioni, po se tha për një formë barazie në atë që quhen zhvillimin e armëve bërthamore. Kohët e fundit Kina dhe Rusia kanë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme armë bërthamore. Aktualisht Rusia testoi raketën Bautenvik, një raketë me mbushje bërthamore dhe që lëvihet në vizën nëpërmjet energjisë bërthamore me një shpejtësi shumë të lartë që fluturon në distanca të ulta që nuk kapet nga radarët dhe që shkon një lartësi prej 14.000 kilometra. Ndërkohë që një zhvillim shumë interesant ishte testimi i dronit në New York bërthamor Poseidon, nga Rusia, më parë nga presidenti Trump në praninë e forcave të armatosura ruse, që tregon një dëshmi se Rusia dhe Kina duan të krijojnë një barazi për të përket kapacitetit ushtarak në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo qasje e ka shqetësuar presidentin Trump, i cili sapo ka ardhur në Shtëpinë e Bardhë, ka tentuar që të rrisë në mënyrë të dukshme buxhetin e Pentagonit, pra të shkojë rreth në shifra deri edhe 1 trilion, nga 500-600 miliard dollar që është mesatarisht buxheti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe natyrisht kjo lidhet edhe me qasjen e tij që të vendos kushtin prej 5% të shpenzimeve të GDP-s për vendet anëtare të NATO-s në lidhje me shpenzimet e mbrojtjes. Pra po përjetojmë një periudhë të rritjes të shpenzimeve të industrisë ushtarake, por ndoshta për të treguar palët njëra tjetrës që të gjithë jemi po aq fuqishëm sa ç'është secili prej nesh. Dhe në këtë mënyrë kjo
është përkufizuar si ekuilibri i frikës. Dhe në pamje të parë duket paradoksale, po edhe lufta e ftohtë nuk përjetoi një ballafaqim global për shkak të ekuilibrit të frikës. Duke qenë se shtetet ishin të armatosura me armë bërthamore, kjo deri diku thjesht e vendosi luftën në nivel të kërcënimeve, por jo në nivel të ballafaqimit drejt për drejt. E fundit që doja unë të pyesja sa i takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës ka të bëj me Tajvanin. Takimet e her pas hershme të presidentit Trump dhe presidentit Xi Jinping, si po themi, e vendosin Tajvanin në qendër të këtyre dy superfuqive? A po themi, e vonojnë një inkursion të Kinës në Tajvan, apo e sjellin atë më pranë? Duke futur dhe çështje tregtare mes. Kina nuk ka ndonjë strategji tani të drejtë për drejt për ta sulmuar Tajvanin, për arsye sepse nuk kërkon të krijojë një krizë të madhe ndërkombëtare e cila mund të shkaktojë asaj dëme shumë të mëdha në nivel të imazhit, në nivelit ekonomik etj. etj. Kina po zhvillohet fuqishëm dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që prej nënshkrimit të traktatit të 1 janar 79 që vendosi marrëdhënie diplomatike me Republikën Popullore të Kinës, duke hequr në këtë mënyrë njohjen dhe tërheqjen e trupave amerikane nga Tajvani, cilat ajo ishte vendosur atje që nga 5 marsi 49 dhe deri në 1 janar 79, dhe e zhvendosi praninë amerikane në Tajvan vetëm nëpërmjet Institutit Amerikan të Tajvanit, që është një lloj forme e pranisë amerikane atje, por edhe disa kompanive të mëdha të gjysmëpërcjellësve, të cilët janë teknologjia sot më e rëndësishme strategjike në zhvillimin e armëve inteligjente dhe veçanërisht teknologjive të inteligjencës artificiale. Me Kinë po prodhohen fuqishëm gjysmëpërcjellës, por mos harrojmë që Tajvan janë 2 nga kompanitë që kanë 90% të tregut të gjysmëpërcjellësve në nivel botror. Dhe kjo do shkaktonte, pra një sulm i Kinës dhe Tajvanit, do shkaktonte ndërprerje të zinxhirit furnizimi. Dhe gjithsesi Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë parasysh dhe këtë skenar dhe kanë ndërmarrë një projekt që në kohën e presidentit Biden për të risjellë investimet lidhur me gjysmëpërcjellësin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po investohen rreth $600 miliard për të krijuar fabrika në disa shtete të Amerikës me krijimin e kompanive, fabrikave që merren me teknologjinë e gjysmëpërcjellësve. Qartë, mirë, ikim nga Kina, qëndrojmë tek marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë me Rusinë. Tani, në mediat perëndimore dhe këtu në Shqipëri, thuhet që takimi i Budapestit është anulluar. Megjithatë, sipas informacioneve që un kam nga mediat e Evropës Lindore, pra mediat slave, të cilat kanë akses edhe në burimet ruse, thuhet që ky takim nuk është anulluar. Ky thjesht është shtyrë duke qenë se dy presidentët, Putin dhe Trump, ende nuk kanë gjetur emëruesin e përbashkët, por mund të zhvillohet në një të ardhme, të afërt ose të largët, nuk e di këtë pjesë. Në këndvështrimin tuaj, si qëndron kjo çështje? Natyrisht takimi i Budapestit nuk mund të thuhet se është anulluar për shkak se ai takim nuk kishte asnjë agjendë, asnjë element përbashkët të cilat shtynte palët për të ulur në Budapest. Ishte thjesht një propozim për të pasur një takim të mundshëm javën e kaluar atje, por të gjithë palët që përgatitën takimin, veçanërisht këshilltarët dhe shefat e kabinetit të presidentit Trump dhe presidentit Putin, në takimet që ata zhvilluan paraprakisht njërin tjetrën, panë që palët ishin shumë larg për të arritur në marrëveshje. Askush nuk donte ta shpjegonte këtë takim për disa foto më shumë, sepse një gjë e tillë u realizoi me takimin e 15 gustit 2025 në Alaska. Po. Dhe tashmë të dy presidentët, që janë 2 nga presidentët më me peshë në botë, kërkojnë që kur të ulen për herë të dytë të kenë për të nënshkruar diçka dhe jo për të bërë një foto më shumë. Qartë, nga ana tjetër, pas kësaj periudhe, pra kur ky takim si thua u shty për një moment të dytë ose u la pezull, le ta themi me një gjumë të saktë, deklaratat kanë qenë shumë të forta, edhe nga ana e presidentit Trump, duke përfshirë këtu edhe sanksionet ndaj Rusisë, por edhe kundërpërgjigja ruse nga ana tjetër është përmendur madje deri te përdorimi i armëve taktike nukleare. Nga ana tjetër, i dërguari rus për çështjet ekonomike, Kirill Dmitriev, ka zhvilluar disa takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë po përpiqen dy superfuqitë të arrijnë përmes këtyre korridorëve të nëndeshme diplomatike?
Pjesa e diplomacisë ekspertëve si quhet apo diplomacisë fsheht, e cila nuk është larg syve të publikut, ka qenë gjithmonë një rrugë e cila është përpjekur të gjejë zgjidhje kur brenda hapësirës diplomatike ka shumë tynë, zjarr, dhe njerëzit mendojnë që gjërat kanë shkuar shumë larg. Por gjithmonë diplomacia ka pasur këtë rol të gjejë zgjidhje dhe aty ku tjerët nuk shohin asnjë mundësi për zgjidhje. Qoftë takimi i zotit Kirill Dimitrev, qoftë i dërguari i posaçëm i presidentit Trump për Ukrainën, Keil Kellogg, gjithmonë nuk i kanë dalur asnjëherë kontaktet me zyrtarët në të gjithë shtetet. Dhe besoj që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rasia po kërkojnë një zgjidhje, por ajo është ende larg, përsa kohë të paktën presidenti Putin nuk ka marrë ende nga garantinë se çfarë do të jetë ardhmja Ukrainës pas të shkrimit marrëveshje pushimi apo paqe. Dhe kjo do nënkuptonte, siç e ka bërë ai qartë, që Ukraina do të heqë dorë përfundimisht nga antarësimi në NATO, të ketë një ushtri e cila të mos përbërë kërcënim për Rusinë, dhe nga ana tjetër marrëdhëniet midis Rusisë dhe Ukrainës të jenë të tilla, të cilat të ndërtojnë mbi bazën e interesit përbashkët dhe jo mbi bazën e interesit të palëve të treta që Rusia konsideron kërcënim. Qartë. Kjo është si thua një tregton Bermude gati, të cilët është e vërtetë që palët të dalin për të arritur një zgjidhje të arsyeshme. Qartë, e teksa është përfolur edhe një skenar korean për Ukrainën, pra një ndarje dhe një konflikt i ngrirë. Ju sa i besoni një skenari të tillë? Gjithmonë kur flitet për situata të tilla, gjitha skenarët janë mbi tavolinë. Dhe në këtë rast, unë po gjykoja që do të varet shumë nga vullneti i palëve, nëse do shkojnë në skenar që historia e ka njohur, apo mund të kemi një situatë krejtësisht të re, e cila mund të provojë një lloj modeli edhe për konfliktet të tjera që mund të jenë në të ardhmen. Historia e zhvillimit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe midis shteteve shpesh ka treguar që një konflikt ka përbërë rast qoftë zgjidhja, qoftë zgjidhja e tij, për të përdorur në të ardhmen nga shtetet e tjera. Qartë, mirë, ikim edhe nga Ukraina për të ardhur këtu në Ballkan tani. Shumë e rëndësishme të përmendim që një nga zyrtarët e shteteve në Ballkan, i cili ishte sankcionuar nga Departamenti i Thesarit në Amerikë, ose siç ne ndryshe e njohim, ishte shpallur non grata, Milorad Dodik, ishte lideri i Republikës Srpska në Bosnjë, nuk është më non grata. Pyetja ime është dhe besoj e gjithë publikut shqiptar se jemi gjetur në këtë lojën e non gratave këto vitet e fundit dhe për arsyet tona këtu, a ka ndryshuar politika e jashtme amerikane në raport me Ballkanin Perëndimor, duke u referuar konkretisht në rastin e Dodik, po edhe më gjerësisht, po them, si politikë e jashtme? Kush ka parasysh mënyrën se si po sillet presidenti Trump në krye të shpirtbardhë administratën e tij, natyrisht edhe përkundrejt Ballkanit, por Evropës, Azisë, Indjes Mesme, e shumë Rusisë, e shumë radhë, natyrisht që shikohen dallime të dukshme. Dhe në këtë pikpamje nuk përjashtohet edhe një dallim i politikës amerikane përkundrejt Ballkanit. Kjo përfshin edhe përmendur pak më parë, pra heqjen e sanksioneve nga Departamenti i Thesarit, do të theksuar kjo. Po. Për shkak të faktit që Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë Bosnjë-Hercegovinën një shtet i cili është shumë i brisht. Dhe fakti që ata u përpoqen ta joshin Dodik me heqjen e sanksioneve, ata kërkojnë prej tij që ai mos të shtyjë më tej deklaratat e tij për një pavarësi të njëanshme të serbëve të Bosnjës apo elemente të tjerë që mund të sjellin destabilizimin në rajonin e Ballkanit, edhe më gjerë, duke pasur parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës ende kanë trupa në rajon dhe konsiderojnë atë si një rajon që përbën kyç në pjesën e stabilitetit të Evropës juglindore dhe në krahun juglindor të NATO-s. Qartë, po diçka shumë interesante që diskutoi në këtë rast, në rastin e këtij Milorad Dodik, ishte që ishte lobuar shumë fort pranë administratës Trump për këtë gjë. Dhe ne e dimë që serbët në përgjithësi janë përpjekur fort përmes lobimit dhe shumë rezultate në arenën diplomatike i kanë arritur dhe përmes lobimit, mirë për ta dhe keq për ne shqiptarët, po them në përgjithësi, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme. A është kjo një mundësi që në administratën Trump ti mund të arrish parimisht çfarë të duash përmes i lobimit të suksesshëm, po them si metodë pune? Lobimi është pjesë e politikës amerikane.
është një veprimtari e rregulluar me ligj, cilësimi është ligji për aktorët e jashtëm, të gjithë kompanitë e lobingut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të regjistruar pranë departamentit të drejtësisë, për asaj që quhet ligji far. Por nga kjo pikpamje unë do të thoja që pjesa e lobimit ka rolin dhe peshën e vet, nuk përjashtohet në këtë rast, qoftë përse përket rastit të zotit Dokit apo edhe për raste të tjera në Ballkan apo në vende të tjera. Ju e keni parasysh që dhe vetë kriza e lindjes mesme, kryesisht ajo që ndodhi midis Izraelit dhe Palestinës, përveç interesit gjeopolitik dhe gjeostrategjik, ishte edhe shumë elemente të lobimit të drejt për drejt, duke përfshirë dhëndrën e presidentit Trump që ishte me origjinë një nga krushit e tij, që ka origjinë libaneze, që pati rol të madh edhe gjatë fushatës elektorale të zotit Trump, nuk përjashtohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku s'ka parasysh mënyrën se si funksionon sistemi politik amerikan. Por për te lobimit, besoj që në fund fare Departamenti i Shtetit, Pentagoni dhe shumë agjenci të tjera të Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë dhe karakterin dhe aspektin gjeostrategjik para se ndërmarrjen vendimarrje të tillë. Qartë, ikim nga bota serbe dhe vim në Kosovë, atje ku në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është depozituar një projekt ligji i quajtur Western Balkans Democracy and Prosperity Act, i cili nuk është miratuar ende, thuhet, i cili në kapitullin e vet të 11 sa i takon marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të përfshihen, po e perifrazoj, nuk do të përfshihen në asnjë çështje që ka të bëjë me shkëmbim territoresh apo ndryshim kufish, por vetëm në njohje reciproke të përbashkët midis këtyre dy shteteve, që në fakt formalizon atë që është në fakt edhe projekti politik i Kosovës, pra shkëputja përfundimtare nga Serbia dhe njohja reciproke. A është ky një lajm i madh sa i takon pikërisht çështjes Kosovës dhe një ndryshim kursi, po themi, i administratës Trump në raport me këtë çështje? Në këtë rast bëhet fjalë projekt rezolut të prezantuar nga Senatin Amerikan nga 2 senatorë,